Dhe unë jam shumë e lumtur. Gjuli, edhe një çështje e fundit. Është halodueshëm se ke nisur një lidhje me një dashur të ri, disa po thonë që është vetëm një i dashur, disa po thonë që ky i dashurit e ka edhe një tjetër, madje sfundmi unë kam pasur një debat publik me një gazetar të Lojë Minetit, ku ai aludonte se ti ja ke vjedh dikujt tjetër të dashurin, madje ti e bani një deklaratë në Klan Kosovë, cila qëndron krejt e vërteta. Njerëzit kam pat mundësin me po karakterin e Gjulit 4 muaj në Big Brother. E kam pat mundësin me po që 2 vjet në për çdo intervistë, se unë atë që e mendoj e tham. Dhe unë me karakterin tim jam shumë krenare që unë nuk jam një person që e prishi shtëpia, marrëdhënie ose familje. Dhe unë jam shumë e lumtur që ke edhe te ato që u debatu. U vjen keq që ka gazetar që nuk e meritojnë fjalën gazetar me kon, sepse shpikin për disa mendimet të personale të vetët që ka personale me mu. Por mendoj që ai gazetar si ka emrin? Miftar Zeinullahu. Miftar Zeinullahu, organet e duhura janë duke u merr me të, se unë e kum padit atë person. Dhe tash tutjes besoj që ka me pot shpifje nga ai, edhe nga asnjë gazetar, sepse kanë me pot 2 herë mendime, a guxoj me fol diçka thashë theme kundër Gjulit pa u vërtetuar një herë mire e kjort, pa e postu atë në portale ose në gazetë, media, në televizion ose diku. E përmendi që e ke pasur një lloj bifi të vogël me Klan Kosovën. Ku qëndron krejt? Unë s'kam bif me Klan Kosovë, as me këtë personi gazetari s'kum pot, po e kum pot që ky gazetari shpesh herë bën shpifje ndaj meje dhe nuk me pyet mua asnjëherë si është e vërteta. Dhe derisa ai nuk më pyet mua as personin e tretë, okay, unë vërtet që jam që sa muaj u bë gati, mos tham gati një vjet u bë që unë jam me këtë çunin. Kjo atë njohje që ka pat me gocën para meje e ka shkëput që në fillim janarit. Dhe kam pat vetëm kontratë biznesi, pastaj me parfumat që ka shit ky parfumat. Dhe unë vjen shumë keq që ai u duhet me rënë Grock për shkak famës time që ish personi që u